Unë kam pas një interier në të cilën ishte një çift i ri, njëra aktore tjetri regjisor, me kitara, me gjëra, domethënë me ngjyra, biletë dollapin e tyre të dhomës gjumit, unë e kam bërë bardhë me jeshile nga jashtë dhe vishnje bordo nga brenda. Ishte një ndër se më lanë dorë lirë. Po. Dhe në një moment më thonë që shiko se ne kemi dhe këto me ndrojtje patjetër si gjithmonë. Se kemi këtë sundukun nga gjyshja dhe mu vesh usit me lot direkt. Dhe atë mbetën se ne duam ta vendosim këtë. Jo, ju nuk duat, nuk ekziston me duaj, thash kjo është me duhet. Është tjetër niveli i gjës, i busullës së prioriteteve dhe gjithë interieri i livingut të tyre, i zonës së ditës, është bërë mbi bazë të një sunduku 70 cm. Unë atë e vura në cep dhe aty pastaj fillova duke zhvilluar gjithë pjesën tjetër të historisë. Domethënë dhe ata sot e kësaj dite ma kanë sepse ja kam nënvizuar gjithë dashnin që ai sunduk më marrte. Për të parë episodin e plot, klikoni linkun në bio dhe subscribe në YouTube për më shumë.